Tifozat kuqezi bëjnë reagimin e papritur para ndeshjes me Serbinë. Ne nuk do të jemi në stadium. Grupimi më i madh i tifozëve të kombëtares shqiptare, tifozat kuqezi, bën një reagim në rrjetet sociale, ku kanë deklaruar se për herë të dytë në 21 vite nuk do të jenë të pranishëm në një ndeshje të Shqipërisë. Mbështetësit e kuqezinjve kanë shpjeguar se kanë refuzuar të marrin pjesë në shortin organizuar nga FSHF për biletat. Ata kanë sulmuar këtë sistem që sipas tyre është ndërtuar për të siguruar fitime për kompanitë e udhëtimeve që po tregtojnë bileta në tregtëzi me çmime marramendse. Për herë të parë që nga themelimi tash 21 vite nuk do të jemi në stadium për të përkrahur kombëtaren tonë. Në fakt, kjo është hera e dytë. Herën e parë në 14/10/2014 nuk na lan shkijet. Tash në 7/6/2025 nuk po na lejojnë miqtë e shkijeve FSHF dhe ato në shtëpinë tonë. Ndryshe nga ndeshjet e mëparshme ku antarët tanë u organizuan për të siguruar bileta në sektorin ton tradicional, këtë herë nuk morën pjesë në farsën e organizuar me pretekstin e një shorti të rem. Ky sistem i ndërtuar për të garantuar bileta për agjensi turistike dhe më pas për të ushqyer pazaret e zakonshme është thellësisht i padrejtë dhe i papranueshëm. Absurdi kësaj ndeshje qëndron tek hipokrizia e vazhdueshme e FSHF-s, e cila predikon gjithëpërfshirje, por në realitet përjashton tifozët e vërtet, ata që e kanë ndjekur kombëtaren për më shumë se 21 vite. Futbolli është kthyer nga një aktivitet popullor në një event ekskluziv për të pasurit ku çmimet e biletave variojnë nga 150 deri në 1.000 euro. Është e paimagjinueshme që një familje shqiptare mesatare, një prind me bashkëshorten dhe 2 fëmijë, të duhet të paguajnë rreth 600 euro për të ndjekur një ndeshje, aq sa kushton një javë pushimi në qershor. Kjo është politika përjashtuese e Federatës Shqiptare të Futbollit. Nëse nuk je i pasur, nuk e vën në stadium. Por jo të gjithë jemi milioner si presidenti i FSHF-s dhe rreth i tij. Gjithëpërfshirja i ka të gjithë brenda përveç se TKZ-n. Aty janë agjencitë e udhëtimit dhe politikanët, por vetëm besnikët e përjetshëm jo. Diçka e tillë nuk është parë kur. Le të fitojë një herë kombëtarja, thuhet në reagim.